Dhe, Zotja Dema, nëse flasim pak për problemet dhe shqetësimet, kanë ardhur disa ankesa, mund të mështut, për çështjen e qendve endacak, para së të kalojmë tek projekte tjera, si qëndrojmë me menaxhimin e tyre. Realisht nuk është vetëm në Istog, kemi parë në shumë komuna të tjera. Po realisht komuna jonë është e vëdishme për shqetësimet e vazhdueshme nga ana qytetarëve lidhur me qendret endacak dhe trajton këtë çështje me prioritet çdo vit. Ne kemi një kontratë të rregull që merret me pjesën e sterilizimit dhe vaksinimit të tyre, me qëllim të kontrollit të popullatës dhe rritjes së sigurisë publike. Po gjithashtu operatori që kemi të kontraktuar ka siguruar edhe një strehimore të përkohshme për akomodimin e qendrave të trajtuar. Po gjithashtu kemi pas takime dhe bisedime edhe me forumin italian për ndërtimin e një strehimore rajonale në komunën e Istogut, domethënë e cila shërben edhe për disa komuna të afërta që i kemi, si Peja dhe pjesa Klinës. Po ajo që vjen të theksohet është që në të njëjtën kohë kemi realizuar disa takime dhe bisedime edhe me Ministrimin e Administrimit të Pushtetit Lokal, për shkak që duhet me theksu se problemi i qendrave endacak nuk është vetëm lokal, por është një sfidë në nivel kombëtar. Për këtë arsye mendojmë që edhe është e domosdoshme që komunat të mbështeten edhe me buxhet shtesë dhe politika të koordinuara nga niveli qendror në mënyrë që të arrihen rezultate efektive dhe të qëndrueshme afatgjatë. Po, pra fatmirësisht do të kemi lajme të mira sa i përket menaxhimit të qendrave endacak. Patjetër që po. Dhe zotëria Dema, dua t'ju pyes edhe pak për çështjen